94 u bë referendum. Kjo është periudha ku flitet edhe për një takim të fshehtë që është bërë në Orë. E ke fjalën për Një takim të fshehtë që është bërë në Orë. me skujt. Midis Berishës edhe ca tjerëve. Po kjo kujt e thua tani? Po s'ka për flitet për takimin Miloshin në Sali Berisha president me Miloshin, me Miloševićin. Po i thua tani se në po prije se ka dhe jo thua tani. në këtë periudhë ka patur një periudhë shumë interesante zhvillimi në Partinë Demokratike në Polonezë. Jo, ti marrim gjëra me radhë. E para njëherë kjo fjala flitet, domethënë mua s'më tingëllon mirë në vesh, duhet jemi korrekt. Ti ke prova që Berisha ka takuar Miloševićin në Orë? Nuk është puna ta kemi provat, provat tashmë janë bërë aq evidente sa është tepër. Por kjo tani ti e di unë profesionist nuk jam unë kështu, se unë do ta kisha të paktën minimum do ta kisha shkruar në një nga librat e mi, unë kam bërë libre për kryeministët dhe për presidentët. Te libri për president. Unë se kam futur këtë. Ti se ke futur sepse duhet prova. Sepse duhet prova dhe këto prova ju nuk keni futur në thellësi se ç'nën kuptonte vrasja e Remzi Hoxhës. Se kur të futesh te Remzi Hoxha në thellësi, që u mor peng në 95. U mor peng, po mos harroj që në 95 nuk u mor Remzi Hoxha. Janë marrë dhe dy të tjerë. Dy të tjerë të cilët e ke fjalën për biznesmenin nga Saranda? Po. Ata ka marrë, do të thonë, ishte shërbim sekret grek? Jo, më e mori shërbimi shikujon, por ata rëndyn. Por se e kam intervistuar. Remzi Hoxha që thua ti, shpije diku në një vend një kaset. Dhe thot, ky është regjistrimi që është bërë nga celula jon, që përbëhe nga Hoxha dhe brenda celulës ishte edhe Ziso. Po, tani të mendoje që 3 veta, një nga Korça, një nga Saranda dhe tjetri nga Maqedonia përbënin një grup të cilët kishin arritur të bënin një regjistrim, kishte një absurditet, po pse ishte prodhu skema, edhe ja shpjen kasetën atij tjetrit. Në atë periudhë ai tjetri, s'po e them kush ishte një konflikt të hapur dhe kishte vënë në dyshim shërbimet tona partnere, çfarë marrëdhënie ka midis tyre dyve. Se ishin në luftë me njëri tjetrin dhe i kishin një ndarje aq të madhe sa ishte pyetur, e kanë të vërtetë ose jo. Dhe ç'bën jashtë puna atij tjetrit andeja. Mbas një jave, Berisha vete dhe arreston Zison. Berisha të arrestoi shiu. Berisha vete arreston Zison. Ziso Kristopoli. Po. Dhe nga ky moment u muar veshje ashtu quajtur loj që luanin këta të dy, të cilët kishte informacione se përfaqësonin, por as edhe një herë që këta bënin lidhjen nën. Po Ziso ishte, po ku ishte Ziso? Ziso s'ishte asgjë burr. Kur e takova Ziso unë prisja në një kështu 007 aty, po takova Ziso unë. Ziso ishte peshkat i shkreti, kishte një lokal me 3 tavolina. Ziso ishte një skenim i skemës që nxori. Po pse pikërisht Ziso? Pse Ziso? Sepse për të kuptuar që mos bëj gabim, se mund të kishte një rasti u bashkuan 3 persona që s'li thas edhe një gjë dhe prodhuan grup. Këtu më zuri makina mo. Më del kjo llogaria. Të del llogaria, sepse shërbimi amerikan që ta dish ti, që i dha disketën e regjistrimit të Hoxhës për të verifikuar lidhjen e këtyre të dyve prodhoi një grup absurd. Kur mbas një jave gjithë grupi absurd u arrestua, u kuptua që këta të dy kishin lidhje me njëri tjetrin. Kjo ishte gjithë skema. Zisos kishte lidhje fare me këtë punë. Fare s'kishte. Ishte i skenimi i shërbimit amerikan për të kuptuar ku ishin lidhjet e Berishës me tjetrin andeja, që ishte në Kosovë. Ti thuaj që vërtetohet që Berisha takoi Miloševićin? Këta e di shërbimet amerikane. Ore, unë këtu kam marrë bën meçën, unë s'kam cian. Kaseta i vajti dikujt. Dhe prandaj e vran Remzion? Jo, Remzion nuk e vran, për i të vërtetës. Ingelin dorë Remzion. Po çështja është që krimi më i madh në erezimit, dhe ky është krim shtetëror, dhe prandaja krimet filluan njëra pas tjetrës të mirin për mas në Shqipëri, po krime shtetërore, është zhdukje trupit ti. Kjo është më kriminale. Dhe gjithë personat e implikuar si pas shërbimit, si pas hetimit ose prokurorisë shqiptare, të gjithë personat janë nxjerrja e shtetit me garanci me pasaportë diplomatike, të gjithë kjo trup. Ti tani bëjmë pyetje kështu, nga i mori vesh ti këto? Ti pedagog isha atje, po ti e gjeti se çfarë bësh? Unë kam qenë pedagog deri në 92-shën, natyrisht isha, por mos harroj që ne jemi pionerët e demokracisë dhe gjatë gjithë kohës unë kam qenë absolutisht aktiv.
Sepse du të kuptosh një gjë. Ishën deputet 92, 92. 96-ën unë bëj lëvizjen e parë në Parti Demokratike për reformimin e Partisë Demokratike. Pa unë kujtohet. Dhe për jetë vërtetës duhet thënë që regjistrova 4.000 antarë me firmë të Partisë Demokratike, ku ne një 13 që drejtonim, është teoria e Sqeparit dhe Trëndafili që zadish, ne 13-ët ngritëm me të madhe vetëm një çështje, demokratizimin e Partisë Demokratike. Do vim te kjo, po qëndrojmë që ta mbyllim këtë pjesën e UDB-s.